Vetëm vërshimet ujore të ditëve të fundit në lumin Kira arritën përkohësisht të ulin stokun e mbetjeve industriale dhe inerteve në landfillin e Paligjën përgjatë brizheve, përballë kishës së bardhave më rënjën e prurjeve ujore. Panorama shëmtuar është rikthyer. Stoqet jo vetëm janë prezente, por poshtohen me ritme shqetësuese. Mbetjet industriale, të cilat shpesh përmbajnë lëndë kimike të rrezikshme, janë bërë dominuese dhe kjo është mjaft shqetësuese. Situata rënd tregon qartë se për Bashkinë Shkodër, mbrojtja mjedisore si dhe përgjegjësinë e basenit Drin Buna ka detyrën ligjore të monitorojë lumenjt. Kontrolli mjedisor ka munguar dhe vazhdon të mungojë në mënyrë alarmante. Këto mbeturina nuk ndalin këtu, ato bashkohen dhe rrjedha e ujit i dërgon deri tek ura Baçallëkut dhe në lumin Buna, duke zgjeruar ndotjen e mjedisit. Për më tepër, këtu është cënuar dhe siguria e vetë argjinaturës së Kirit, që mbron qytetin e Shkodrës, vërshimet ujore gjatë dimrit. Ky rrezik është dokumentuar disa herë, por sërish reagimi ka munguar dhe mungon. Me gjithë provat, me gjithë rrezikun, institucionet vendore dhe ato shtetërore në Shkodër zgjedhin që të heqin. Indiferenca që tregon ndaj kësaj situate të rëndë është po aq e rrezikshme sa dhe stoqet me ndotje që shohen çdo ditë.